kur erdha këtu ishte pak do të ishte shumë e vështirë, do të ishte pak e pamundur që të bëja fiks atë që kisha menduar, sepse këtu nuk ja kishin iden ç'a ishte YouTube-i, nuk ja kishin iden ç'a ishte një influencer. Ishin mësuar dhe vazhdojnë të jenë të mësuar vetëm me termin blogere, nuk e kishin konceptin që kjo gjë që po bëj unë në një production thellë, se unë e di, më kanë marrë edhe për intervista televizionit, nuk bëjnë asgjë më shumë se sa jo bëjnë shumë pak atë që bëja unë para 9 vitesh jo këtë që më bëj tani. Kështu që ishte shumë e vështirë që t'ja shpjegoja, plus që normalisht nga mosbesimi, edhe nga shfrytëzimi, se donin ta shfrytëzonin këtë faktin që unë isha e gatshme që të bëja çdo gjë që t'i merrja me ata. Unë mbaj mend që në vitet e para unë kam pas marrë 50.000 lekë të vjetra për 4 video YouTube, që është unë e bëja thjesht që ta dje që unë nga kjo po marr lekë, në thënë kaq, që të motivoja veten time, por kjo ka zgjatur për shumë kohë, domethënë të shikosh ato se normalisht se kam pasur idenë Exceleve dhe gjërave të tjera, po të shikosh notebookset e mia me shënime që ky brendi me këtë gjën, kjo kështu, kanë qenë vlera qesharake dhe që unë bëja punë dhe ti e dallon pasionin që unë kam në video dhe mendoj që kjo ka bërë që të funksionoj pastaj kanali im YouTube, sepse njerëzit e dallonin entuziazmin që unë kisha dhe kur blinin produktin donin të kishin të njëjtin entuziazëm dhe ata.